paga deri në 6.500 euro në muaj, ky shtet europian hap dyert për të huajt. Zvicra po kërkon urgjentisht punëtor të huaj, pasi vendi po përballet me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore që prej vitit 2020 spitalet, hotelet, inxhinieria dhe sektori i teknologjisë janë më të goditurit dhe autoritetet paralajmërojnë se situata do të përkeqësohet në muajt e ardhshëm. Qeveria zvicerane synon të punësojë rreth 85.000 persona nga jashtë, me paga që nisin nga 3.500 euro dhe shkojnë deri në 6.500 euro në muaj, sipas profesionit dhe eksperiencës. Sektorët që kërkojnë më shumë staf janë shëndetësia, mjek, infermier, teknik, turizëm dhe hoteleri, IT, teknologji dhe inxhinieri, restorante, shitje dhe shërbime, arsim dhe punonjës shtëpiak. Në disa profesione kërkesa është e menjëhershme, sidomos në shëndetësi, ku 1 në 4 mjek është mbi 60 vjeç dhe pritet vale madhe e largimesh. Një nga mënyrat më të shpejta për të aplikuar është përmes aplikacioneve zvicerane të burimeve njerëzore. Avantazh të madh kanë kandidatët që flasin gjermanisht ose italisht.